Se poshtë pallatit. Nice poshtë pallatit. Se poshtë pallatit. Dakor. Buz rrugës dhe nuk dua që të vonoj se do po, se do ngri edhe dyshime besoj. Në rast se ti vonohesh. Absolutisht. Nuk e di pse, po ndonjëherë këta njerëzit narcisist kanë një ndjesi shumë të lartë dhe sigurisht kuptojnë ca gjëra dhe direkt e dyshojnë, edhe pse ata janë dyshues në çdo moment. Në çdo moment, çdo gjë që se kanë në kontroll, janë dyshues. Më fali se hyra kështu direkt. Jo, bëre shumë mirë që hyre. Tani unë do të them vetëm 2-3 gjëra edhe për njerëzit. Ju keni 15 vite martesë, keni 2 fëmijë bashk. Dhe njerëzit më ke shkruar ti mua në Instagram, ju kanë zili për jetën që bën, je mirë ekonomikisht, ke një bashkëshort shumë mirë nga ana profesionale, Fantastik. që në fakt është për të tjerët fantastik. Fantastik, po, një njeri fantastik. Që është më i miri në botë për të gjithë të tjerët. Dhe ndërkohë, siç e diskutuam dhe pak, tani sapo e the që ai të kontrollon në çdo moment, dihesh e izoluar, madje ke menduar dhe të vrasësh veten, Nada. Shumë herë. Po, Shumë herë. Sepse të çon ato gjendje, të jetosh me një narcis është ezaurim deri në pikën e fundit, të nervave, të emocioneve, nuk di, të jetës është shumë e vështirë. Ada si një ordi, më fal, duke qenë se the është shumë interesant, pra njerëzit e duan, domethënë edhe në karrierë është mirë, si e njohur me të dhe ka qenë lidhje dashurie? Po, ka qenë lidhje dashurie, ai ka qenë një person nëpërmjet shoqërisë, jemi njohur, ishte fantastik, i mrekullueshëm në fillim, më mbante me gjithë të mirat, më dhuronte jo shumë gjëra të mëdha, po as gjëra të vogla, gjëra që të trishnin, ti thua sa i ëmbël, një lule të vogël, një arush të vogël, një karamele, një çokoladë, se po duken si ata fëmijët që Jo, po ashtu pas kam qenë, si ata fëmijët e paditur që gënjehen me një çokoladë.